Përshëndetje të dashur miq. Sot me ndihmën e burrit tim kam përgatitur mish qingji në furrë me pilaf. Fillojmë me përgatitjen e mishit. Kam marrë një tepsi, nga këto tepsia që janë me kapak. E lyjem tepsin me vaj ullirit edhe vem mishin. Ne kemi përdorur një kofshë qingji. E kemi ndarë në copa, e shtrojmë në tepsi, i hedhim kripen, i hedhim me pak vaj ulliri mishit, hedhim piper, hedhim paprika, rigon, kemi grirë 3 shep në copat e mëdhaja, hedhim edhe lengun e 2 lemonave, katër 5 thelba hudhër, edhe 3 speca të grirë me ngjyra. Hedhim edhe pak vaj ulliri sipër perimeve, edhe piper. Po ashtu edhe pak rigon. Hedhim një gjysmë filxhani ujë të valuar dhe i vem kapakun. Do ta vem në furrë që të pjeket. Tani unë kam filluar me përgatitjen e pilafit. Kam marrë një gjysmë filxhani me makaronat e holla, një knor pulet, i skuqim këto makaronat, i grim edhe i skuqim me vaj lule diellit, një filxhan oriz, hedhim krip edhe tamerik. Dhe tani hedhim edhe ujë. Vem kapakun dhe lem të valoj derisa orizi të zihet. Pilafin e kemi gati, e mbulojmë me një pezet që të thithi ujë. Edhe mishin e kemi gati. Mishin e kemi pjekur për 2 orë në furrë me kapak. E provojmë dhe mishi është pjekur shumë mirë. Tani fillojmë me përgatitjen e pjatës. Marrim një formë që e kemi për pilafin. Dhe përgatisim orizin në këtë mënyrë. Mishin,
Mbjellim edhe pak lang nga mishu sipër orizit, edhe pak nga perimet. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot, shihemi në videon tjetër.